Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike financiare të drejtorisë vendore të policisë Vlorë ekzekutuan vendimin e gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për shtetasin Erion Berberi, 48 vjeç, banues në Tiranë, i cili është dënuar me 5 vite burgim për vepër penale, krimi, skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar. Kryer në bashkëpunim. Ky shtetas është vetëdorëzuar në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, më datë 01/03/2026. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të drejtorisë vendore policisë Vlorë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin HH, 28 vjeç, banues në Imar, pasi në Porto Palermo automjeti që drejtonte Erfurplas automjetin e drejtuesit të shtetasit MM, 52 vjeç, banues në Kosovë, si përpasoj janë dëmtuar let 5 pasagjerë. Specialistët e seksionit për hetimet e krimeve komisariatit të policisë Vlorë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit IZ, 26 vjeç, DZ, 26 vjeç dhe MM, 72 vjeç, banues në Vlorë, pasi kanë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin për motive të dobët. Gjithashtu gjatë konfliktit, shtetasi MM ka dëmtuar me sende të forta xhami automjetin e shtetasit IZ. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Vlorës për veprimet e mëtejshme.